Përshëndetje miq, me thonë drejtën ja kena pru majtë hunës duke folë për politikën, duke folë për historina, për ralla. Sot kemi ndryshu 100%, totalisht. Dhe sot ne do t'ju flasim për dashnin, do t'ju flasim për poezin, do t'ju flasim se si kemi bërë dashuri ne para 90-s. Si bëjnë këta sot mas 90-s? A ka qenë më e bukur atere, apo është më e bukur sot? Nuk e di. Kemi morë një personazh që do të na duket Sahati Minut. Kemi marë poetën, kemi marë progresisten në mentalitetin e Tiranës, Rita Petro. Mirë se garë. Mirë se erdhe, Rita. Mirë se ju gjeta. Që prezentimi era e parë. Prezentimi bukur shumë. Që duke pritur të vini t'ju, shivi sytë e gjerë, shkëlqyen. Gjithsesi është kënaqësi dhe do ta quaja intervista e 2 oligarkëve, oligarke e botimit përballë oligarkut të peshkinit. Tashi oblet se ju që jeni çik që marrni veten më të ri, nuk ju shkëlqejnë syt. Si neve. Kur shikoni në gjë të bukur. Po unë po ta tregoj sekretin e syve që shkëlqejnë, sepse unë kam qenë një nga monumentet e rrugës Kavajës, kur u reshtonim të bordura dhe kalon të Rita me kaçorelat e veta dhe ne si legena rinim të gjujt që të gjithë. Edhe i thosh ati që më kam krah, qa ke mërë zagarë, se këte ja u vu synin unë. A i thoshte, jo ja kam vu. Dhe sa meshku i ka fut në shërë kjo, kush ja ka vu synin? Se shiko çunat e lagjës në fakt edhe të mbronin, do me thënë sa të donin, ajo se ka qenë vërtet, ka qenë një si lloj parimi, që kush të donte edhe të mbronte. Edhe kur nuk të arrinte do me thënë nuk ishte me ty, ai të mbronte se thoshte ky është territori jonë. Është territori dhe nuk mund të futen tjerët në aktivitet. Duajtësi duhet vinte nga një lagje tjetër. Ishte rregulli bashkëkor apo jo? Po nuk lejoheshin lagjet e tjera, ndërsa ne gocat syt I kishim ke lagjet e tjera. Ky është problemi. Si ka qenë Tirana e rinisë tuaj? Si ka qenë? Ka qenë homogjen. Si shna shef ne gjithë dritë. Gjithë jetë. Pavarësisht gjithë asaj trysnie që ne ngjonim familjet tona, kur dilnim në rrugë, ne ishim njerëz lirë, ne vraponim, ne u grindnim për i roman, ne u diskutonim shumë, I vidnim njëri tjetrit libra, pra po t'ja jepje dikujt nuk ta kthente më në Eksakt. Po për sportin, po gjibonim që ditën paralele, që ti tregonim cepin e krahut. Ne vajzat shkonim edhe në stadium jo, po që shkonim gjithmonë për të parë basketbol, volejbol, te pallati I sportit shkonim. Dinamo e famshme. Pastaj Xhiro e Tiranës, ajo dihet, Xhiro e Tiranës, ku merrnim vesh kush u nda, kush u bashkua, kush shikonim kur e dinim blogjet kurin e çunat, do me thënë këtu rin çunat e Borduejit, këtu rin ta djemtë e tjerë, këtu rin sportistët, këtu rin gjithë. Edhe kalonim aty përpara dhe gjithmonë unë mbaj mend me shoqen time të ngushtë gjithmonë sajonim gënjeshtra sepse I kishim orën të kufizuar kur do shkonim në shtëpi. Edhe ne sajonim, që pa darë sajonim se çfarë do gënjejmë sot. Po si ka qenë ajo Xhiro, Mund kujtohet shpeshherë kur kaloja te bordurat për shembull, kam pas sa momente nga historitë e mia që ulshin syt ta sot ta vipat e kombit që janë këta analistat e këta gazetarët, me syt ulshin kur kaloja. Edhe I kërthitësha unë sa kaloja, I thosha, I dani nga pamja këto që po kalojnë, apo I dani nga era djersës? Thoshin luzë, ako muhabete, po këto muhabete pra, se s'ka pas parfumat e oblet. Dhe në njëherë do të themte diçka vleti, e kisha të merë, thoshte do njerë babi, ne ishim shumë të lira unë dhe motra, po babi thoshte dëgja, sot do dalim së bashku që ta marrim vesh të gjithë që ju keni familje, keni baba dhe mama, keni prindër. Nuk di të them të meri I më I madh, se në atë kohë kisha dhe syze miopi, edhe kur dile gjithmonë isha, futesha në shtëpi, merja me vete dhe I vija. Dhe mirë që do dalë me mami me babi, duhet vëdhe syza. Edhe kur esin ata, unë riam brava, motra nuk e ka pas vrap me undjen asnjëherë, po unë gjithmonë, tash si do më shofin mu, do thonë kjo goz mamaj, goz babaj, turpi ma, po më shifni me mamin me babi.
Kur i dhe mendoj sot është shumë e çuditshme. Rita studion gjyqëtërsi, Gjergj Luca studion regji. Keni dalë të dy nga dy shkolla të njohura, por të dy jeni bërë të suksesshëm. A ka pasur shkolla e atyre viteve të 10 sekret në menaxhim? A jeni formuar në mënyrë ekstravagante për kohën dhe ju po përgatiteshit për një ekonomi tregu? Mendoj është fat, po është edhe pak, është edhe zotësi patjetër, po është edhe fat. Paktën unë mund ta kem ndryshe nga Gjergji, dhe ne mund edhe të na gjykojnë, ose mua gjithmonë më paragjykojnë, thonë ç'a do bësh, domethënë do marrësh gjyqëtërsi, do ngelesh gjithmonë pa para, mësuesit nuk paguhen, nuk bëhen. Unë nuk kisha ndonjë zhvillim për të marrë me akademi ose me gjuhësi të lartë edhe apo për të bërë kritike letrare. Dhe që ishte fat profesioni që mora, se unë gjithmonë them, po patë zanat ju them të rinjve, do t'ju hesi jeta për bukuri, sepse shpesh shoh të rinj që çfarë nuk bëjnë. Dhe mendoj që zanatin që e mora tek shtëpia botuese e librit shkollor, që e kisha edhe përbash shtëpisë time, ishte një zanat i mrekullueshëm që nuk e kam trajtuar asnjëherë, poezinë ndonjëherë dhe e kam trajtuar. Kam heshtur me vite, po zanatin jo. Edhe besoj që ai më bëri, dhe takimi rastësor pasaj me partnerin tim që hapëm së bashku shtëpinë botuese. Po Akademi Arteve? Një gjo, Blet, në Tirana ka pas të njëjtën frymë dhe ndjesi. Ka qenë e njëjta ndarje, Rita mund të më plotsoj, e njëjta ndarje që është sot. Do më thënë, kanë qenë modelet e qytetarisë dhe modelet e katunarisë. Dhe modelet e qytetarisë rrezatonin dritë, rrezatonin shpresë, rrezatonin poezi, rrezatonin liri, rrezatonin rebelizëm, kupton? Dhe ka qenë shumë e bukur koha se brenda kornizave ne jemi edukuar që të gjithë që të merremi me personazhin, të merremi me veprën, të merremi me të vërtetën e realizmit socialist, por ajo shkolla e realizmit socialist ka qenë një nga shkollat më të forta dhe në Amerikë, në për Akademitë e Arteve, studiohet Stanislavski. Dhe këta nuk e thonë kur. Pse? Sepse është e vërteta. Dhe sot që marrojnë shkollat, dhe mendoj që ajo tipologjia ose teoria është e njëjtë. Kur dalin në praktik, dalin dhe me heri futet mikropi ose qipi që jo ti duhet bësh çfarë thot krye redaktori, duhet të shpifësh, duhet i ngelësh dikujt në dorë, duhet që Pra do të thuash që në kohë demokracie ti prap nuk ke atë lirinë. Nuk ka liri që përfituar, po cilët janë, më thuj, motra ime. Ju keni qenë një model në atë kohë. Jeni model në këtë kohë. Unë kam qenë një model me atë rebelizmin tim që e ditë dhe gjithë Tirana në atë kohë. Unë jam papi njëti njeri, njëti model, rebel që nuk bi dakord me të keqen, që nuk bi dakord me të pabukrën, që nuk bi dakord me mashtrimin, që nuk bi dakord me rrenën, me mentalitetin, ka të ndarë në thonjza, se katunarë janë se për katuni ka marë, jemi të gjithë edhe unë, që mos keq kuptohet. Që mos keq kuptohet, në kuptimin që nuk janë transformu këtu. Dhe po të shofësh, Rita, unë qesh me personazhet edhe ju, që ne na kanë ardhë të pak dhëndur nga Katundi, të cilët e kam bërë këtë debat me Blertin, kanë qenë, ne kemi qesh me naivitetin e tyne sepse merrnin frymën e partisë. Dhe mund të marrësh frymën e partisë në Institut Arteve, ose në shkollën, në fakultetin filologjik që keni marru ju, me njëherë bëhesh qesharak. Dhe e njëjta gjë ndodh sot. Të gjithë që kanë ardhë dhe nuk i transformohet koka në qytetari, që do të thot njeri i hapur, njeri që vlerëson vlerat, njeri që vlerëson të vërtetën, njeri që nuk shtiresh, njeri që nuk do servilizmin, por do atë njeri që do të bëj diçka. Kanë ngel e njëjta histori, kanë kap në dorë institucionet, kanë kap në dorë vendet më të rëndësishme dhe Tirana jonë është e pa bukur, sepse janë këta personazhe. Dhe ku është Rita? Koha e kësaj. Katunare ka qenë dhe kjo, si e ka emrin kjo zemra ime që është fut të Big Brother VIP, shoqja jote e ngushtë. E kupton? Me një mentalitet komplet ndryshe, e ka me Mozën, duket e ka me Mozën. Moza, një poete, i baba Mozës me babën tim shok,
ka ardhur me një Me një dëshirë të mentalitet madhe në komplet Tiranë, tjetër, e maj patjetër, men kur u patjetër. Moza është krutane. krutane. Burin Moza e kishte burin e kishte si gru. Një gjë e urtë, barangos, di që punonte, Moza hedhur me ato poezitë e veta, me atë ndriçimin që mumba Mermena i ka ardhur nga larg. Po që është ndriçu Moza, ka pjesë edhe kjo këtu? Ja. Ke pjesë, s'ke pjesë. Nuk Ke pjesë e Tiranës, ke pjesë. Jemi të gjithë pjesë e njëri tjetrit që ndikojmë. Eksakt. Dhe normalisht Po Moza ka ardhur, kruja ka qenë katun dhe erdhi e ndriçuar dhe ndriçoi Tiranën. Moza ishte si një dritë në Tiranë. Po, shumë e vërtetë se është ajo që tham. Me poezinë e saj, me mendimet e saj, me lirinë e saj, me lirinë e saj ishte dritë. Dhe unë do ta quaj poete avangarde sepse në fundit e solli që në vitet 80 dhe pastaj mbas 90-s u shfaqën tamam ata poetë që vazhdonin me të njëjtën frymë, konservatore, tradicionale, u shfaqën pasaj poetët të cilët sollën një kthes në poezinë shqipe, ata që vazhduan përsëri dhe ata që vazhdojnë dhe sot me autocensur. Dhe unë gjithmonë e them që në qoftë se një poet, një shkrimtar niset nga ajo që është rrotulluar gjithmonë se përpara 90-s është rrotulluar o ke fustani I mamas ose është rrotulluar te fustani I gruas. Dhe gjithmonë ajo autocensura e them gjithmonë vjen nga njerëzit që ti ke rreth e qark. E kalove këtë barikat, atëherë mund t'jesh njeri I lirë. Ata të tjerët që mundohen të kufizojnë janë shumë larg teje. Dhe ti e ke gjithë me njerëzit e tu rreth e qark. Dhe kur ti nuk arrin dot ta kapërcesh, dhe ti vazhdon me autocensur, atëherë pse më shan mua kohën kur ishte censura, së normal, një censur, kur poetët futeshin burg edhe vriteshin. Normal, sa do trim tishe, fjala jote nuk arrinte as të dilte, se s'të linte njeri të dilte fjala. Dhe këtu është problemi që sot kemi hipokrit, kemi njerëz pa shpirt, ata shumë njerëz që na drejtojnë janë edhe pa shpirt, ose dhe ata që kanë pas shpirt, ju duket sikur sa futen në terrenin e politikës, ata transformohen dhe unë nuk e kuptoj që një lider, ose disa lider, ana shpirtërore mendoj është gjëja më kryesore. Po janë lider ata që s'kan shpirt, përpara se të na numrojmë kemi bërë këtë, njeriu ka dhe shpirtin që duhet ta. Dhe kjo shoqëri ka nevojë për këtë lloj shpirti. Rita, është problemi I lirisë. Ne jemi rit të lirë. Ju jeni rit e lirë. Është edhe fat nga familja, është fat nga familja. Ajo është baza. Familja është baza. Shqipëria jetonte në diktaturë, po brenda familjeve tuaja kishit ishu I liria. Rebelime të brendshme, beson neve I mbulonim kur bënim festa, I mbulonim këto dritaret me batanie. Dhe gjithmonë në grupin ton do kishe shok që do t'i binin edhe kitarës dhe këndonin Beatlesat, këndonin gjitha këngët e tjera dhe fshehura. Atëre unë I kam trajtuar gjitha ke romani I lindur së prapti dhe e quanin veten në fund fare kur kishin provuar edhe atë cigaren aty në balkon fshehura zi mos të shikonin komshin dhe mendoje që ne jemi heronj. Ne ishim heronj, se qa kishim bërë? Po jo mos ish puna fsherë, jo mos kemi qenë fsherë, kemi qenë haptas me njëri tjetrin. O Rita, ja po ta spjegoj. Shumë hapur, edhe shumë hapur jo. Një fjali, aty ka qenë e bukur që sputheshim shumë hapur. Tashi shifet bukur. Sputheshim, aty po, mungon të puthja. Rita, tashi, ajo shoqja jote që unë e du fort, ka ardhë në vitet 80, ka bo disa vizita me babët vetë të divanet e Gjirokastrës, Moza. Ka ardhë me burët vetë, në shpi. Dhe bisedat pasionante, me tjatin e saj, me timat, që të dy driti pas shpirti ku janë, për fishtën, për vargjet, për poezin, për lirin, kanë qenë të jashtëzakonshme, kur dilnim jashtë sigurisht fliçim për Ismailin, fliçim për Dritroj dhe që të mendohet që fishta në atë kohë ka qenë ndaluar, ose në atë kohë fishta ne nuk e studiuam as në shkollë. O Zot, unë nuk e kam pas kulturën e Mozës, se Moza lexonte jashtëmase, unë isha te rruga. Po bisedat e tyne, unë ulesha dhe ai rebel me temperament I 120 gradë. Rria si fëmijë, hapsha sytë se me Moza aty jam. Dhe I shikoja, I përpija në ato biseda filozofike që I bënin mbi fishtën. Dhe kush është forca e kësaj që këta duhet ta kuptojnë?
Liria. Kemi qenë njerëz lirë, këta nuk e kuptojnë. Njerëz lirë brenda Dhe kornizave. të jesh në diktaturë njeriu lirë nuk është gjë e vogël. Dhe këta nuk janë të lirë sot. Këta janë të kapshit gjithë. Se po t'jesh i lirë, nuk mundesh dot që ti të bullizosh punojësit që të vinë në administratë, që vinë nga ekselenca, që janë 100 herë më të mirë, më të zgjuar, më të formuar, se kanë zëres ekselekt mrekullueshëm, i bullizon shefi që është antar partije, këta dhe i përze nga këto, dhe këto janë turpe. Kur dashuar në Tiranën e viteve 80. Do kuptojmë çik dashurinë apo jo? Të ndrohet çik, prapë shumë të politikë. Në Tiranën e viteve 80 dashuar më bukur apo Tiranën e tranzicionit? Do flasim çik tash, do t'rregosh një histori dashurie, do t'rregoj një histori dashurie që të kuptojnë këta si ka qenë ndryshimi atëherë me sot. Lutem, t'rregoj një. Ajo varet edhe e përgjithshmja, po themi për të përgjithshmen kushtet, sepse kushtet ta bëjë. Do flasë për vete, unë kam qenë një person i lirë që fal edhe prindërve të mi, por që e kam pas atë prirjen që kur takoja djem, sepse ne në atë kohë e para e punës njerë që të gjeje një çelës, duhet të mbushje mendjen dhe vetes që po të shkoje në një shtëpi dhe me një çelës, pavarësisht se çunat të thonin që dëgjon e vetëm do puthemi, do me thënë vetëm tishe budallaqe fare, mos mendoje që po të gjeje një çelës në atë shtëpi, do bëje edhe dashuri, do bëje seks, patjetër. Liçeni pasaj ishte vendi më i mrekullueshëm dhe unë nuk e kuptoj pse nuk e mbushin liçeni dhe pse nuk e mbushin parkun e liçenit. Ta mbushim me skulptura, më dashurie, ne vetëm skulptura me luftëtar kemi. Por pse mos e mbushim? Sepse atje atje duhen bërë skulptura të tilla. Dhe ata, madje dhe me ata që na përgjonin, që lëvizin ato gjethet, dhe që ti kishe mundësi. Ka pas perversa dhe në atë kohë, ta menojnë se ka vetëm këtë kohë. Patjetër në atë kohë, patjetër që ka patur, që gjëmonin madje të vinin edhe të shkalla dhe zhvisheshin, neve vajzat me rroheshin, që atëre gjoja po risnim njeriu e ri. Dhe vërtet se dolëm ke perversiteti jo të dashuria, por dua të them këtë gjë që ne edhe liçeni dhe parqet që dilnin, për shembull ato të ndihmonin. Sepse, për shumë mua më kanë ndodhur një herë me një djalë shumë bukurosh, edhe vish edhe me kostum me siguri, kur shkoja në fakultete, shikoja në bulevard, se nga rruga Kavajës bia mes për mes dhe shkoja te filologjiku. Dhe vetëm pse jam puthur një herë, kam kuptuar që nuk ekzistonte kimia fare. Mu duk ajo puthje shumë e shpifur. E kupton? Dhe nuk dola më takim. Pra, e kishe atë mundësinë që ti të kishe mundësi për shumë që të riqesh. Ndërsa dashuritë më të bukura normal ne rinim gjithmonë me shoqet e mia, tek se balkoni im ishte nga ana e rrugës. Aty ngjitur dhe kishim rrugën e ambasadave dhe ngjitur me ne ishte klubi 17 Nëndori dhe kalonin normal çunat më të bukur, më simpatik Tiranës dhe ka pas dhe një gjë. Se sportistët në atë kohë ishin gjithë me shkollë të lartë, ishin gjithë nga familjet më të dëgjuara të Tiranës. Eksakt. Apo jo, ishin gjithë, inxhiniera dhe shkolla, kishte mbaru mjekësi, kishte mbaru inxhinieri, do me thënë kimi, jo, absolutisht. Ajo e di më vonë. Sportistët kanë filluar më vonë që të bëjnë instituti, më përpara më tepër bënin këto shkollat e mëdha dhe ishin dhe sportistë shumë të mirë. Kështu që sytë tona aty çu me shoqet e mia dilnim ke balkoni, kaloj ky, kaloj ai, ktheu kokën. Do me thënë, është një kënaqësi e veçantë kjo shikimi, sepse në fundit kimia nis, unë e them gjithmonë, kur kam krahasu një herë me kafshën, që kur shihen dy kafsh, ma kanë marrë kështu, pse çash njeriu kafsh, instinkt, çash kjo? Po, instinkt. Pse ne nuk dashurojmë me 30 veta, po midis 30 vetave është vetëm njëri. Pse në një kopsh një fëmijë i vogël thotë, unë kam një shoqe të veçantë, po nuk thotë për gjithë shoqet. Do me thonë, është instinktive dhe nuk ka asnjë gjë të keqe që ta pranojë. Do me thonë, problemi ynë më i madh ishte gjetja një çelësi dhe normal atë e kishin dorë çunat, do ta gjenin apo jo? Se mund do të vinin prindërit të gjenin aty brenda. Mund t'i shpjegoj diçka Bledit, tash unë do të flasi çik para çelësit. Dhe do të kuptosh diçka. Ku e ka pas Ti i gje kollaj Chelsea? Jo, unë do flas para Chelsea, unë nuk do flas për Chelsea. Tashti,
Rita e ka pas shtëpinë në rrugë Kavajës, duhet kuptosh kush ka qenë rruga Kavajës. Te balkoni ku thot Rita që ditë dhe shikonte, në krahun e majt ka pas xhamin e rrugës Kavajës, më të rëndësishme. Përballë ka pas kishën katolike. Më fal, është kisha ortodokse. Po ja ta them, që u bë palestër. T'ja them. Xhamia është më poshtë. Përballë ka pas kishën katolike dhe në krah të kishës katolike ka pas kishën ortodokse, sepse është dhe ortodokse. Edhe xhamia normal, pak më tutje. Imagjino edhe xhamia në krahun e majt. Imagjino tashti se në çfarë fryme është rrit kjo. Dhe për ta plotësu këtë kuadër për brezin ton që nena njef, kjo 100 metra nga shtëpia vet ka pas një gocë tjetër me kaçarela si kjo, që nga mbrapa dukesh njësoj që ka qenë e çmendur për Marian e ke? Maria. Sa e bukur Maria e deri në marzi yll, po ka qenë një personazh i lirë. Veshja ekstravagante. Kaq ekstravagante. Do të thonë në atë kohë ti kishe gra me veshje ekstravagante. Maria ka qenë. Maria. Atë nuk më kujton. Maria, më di gjithë Shqipëria më mrapa Gim Rada ja vuri mami kur ishte në Amerikë, kupton, Gimi fat. Dhe çik më poshtë ishte Gim Rada për të treguar çmendurinë e asaj lagje, se bëhet mirë shikoj. Aty kanë qenë dhe galeritë e piktorëve, se ishte dhe gjithë galeritë e piktorëve. Ka qenë fusha fusha e Gjatonit që luani me dreqet bjerë. Dhe ishte një kompleks kaq i madh jete që nuk mund ta menosh. Dhe kur Marcela ka qenë kaq ngacmuese, kaq seksi, sa sekretari Partisë Tiranës, vetë shoku Xhelil Dulën thashë themet në Tiranë. Ato si di. Po flasim apo jo. Vetë sekretari i parë i Tiranës, shoku Xhelil, kishte pas tentativa për ta capsarap Marcelën dhe Marcela më takote mu me Gimin, se Gimin e ka dash, dhe u ponim 3 të çmend duke gërthit dhe tregonte skenën se si vetë shoku Xhelil ja rrotullote muhabetin Marcelës. Dhe ne u shtrinim barkas nga të qeshmet dhe nga personazhet që ka pas rruga e Kavajës të jashtëzakonshme. Tashi unë du të daj një eksperiencë time. Te një maj, sa aty ka qenë, rruga e Kavajës, Myslim Shyri, edhe një maj. Ato janë 3 rrugët më fantastike të Tiranës, që ishin gjithë ajka, gjithë e Tirana Re, intelektualet. Tirana Re, një maj, gjithë ai rreth, ka qenë gjithë intelektualet e Tiranës. Se s'du t'jap emër, kupton me gjithse... Unë them pa emra mbi emër. Unë qesh me atë, mu mush menja mu rash në dashni me një të trekaqet e aviacionit. Të një maj. E ke parasysh ku kanë qenë 3 kaçë i rishin këto kuadra, kupton. Dhe kishte shtëpinë katret. Dhe unë kom qenë 5-6 vjeç, sa kishin filluar 16 vjeç. Dhe ria si monument e buka që i binte përballë një dritarje, dhe ria si monument i ngrim kulture kur vija nga sporti nga këto, duke parë nga dritarja 2 orë, 3 orë. Dhe kishte në një moment për shembull blet që lëvizte në një perde. Lëvizte gjyshja, ziku lëvizte. E disha durimi kemi pasur. Durimi ka qenë jashtëzakonshëm. Rita, risha 3 orë aty si monument. Dhe lëvizte perdja dhe thosha, kaq thua, më pa. Edhe iksha. Ndërkohë ishte gjyshja. Ndërkohë unë e kapa një 10 herë. Ajo ishte 11 janari, unë isha te Miduraku. Jo, kishim marru. Jo më çka kisha marru, më kishin përjashtuar nga Politeknikumi mu. Ajo se diku ishte shkollë mesme. Dhe e kap e ndaloj një 4-5 herë në rrugë. Edhe dikur bëj muhabet, i rraf edhe njonin që e gjute, i kalote para lagjes, i hyn hun, kuptoj, rraf dhe atë, dhe isha 3000 lagjes, atë që thesh parë, që e kisha mbrojt. Dhe kjo tashti më thot mu, ishte ersu, vjesht, do ikit e tezja, tezën e kishte Matan Lanës, mas ekspozitës. Dhe më thot mu, do më shoqënosh, unë si qofte, kupto, unë që gatoresha me gjithë Tiranë, para kësaj rria si qofte. Nuk më dilte fjala nga goja, po qofte komplet. Dhe më merë mu, kalojmë tek ura për para ekspozitës, dalim të pallatet mrapa, po errësira sa të dush, kupto, më thot mu erdha sa të jap një porosi, më thot mu, po i them. Dhe kur zbret nga halla, atezja që kishte, më thot mu, Luce, i bim knej, i thash ka të dush. Edhe më fut në një rrugë që ishin 2 shtëpia private në mes, errësinë e mëdha,
I thashun, po këtu nuk dilet se o shtëpia. Hajde se dilet dhe më kapi dorën. E the dora ime, rrite. Kur më preku dorën, në vend që të shliroja, mu ngrit dora, mu ngrit dora, mu fut dora në alqire, Dhe unë e takoj atë, edhe kur e takoj me burrin, për herë më thot, Luc, na e trego pak atë skenën e dashnisë tonë. Dhe unë aty metha të ajo, me dorën e ngrime dhe e quja në gjithë lagjen e dashura ime. Ti mbetes si një burr duarcung. Një burr duarcung. E kam në një dhe ajo dora e ngrime, dhe ai turpi im, që unë me atë dorë, mu të kisha thy, se di se sa koka, kuptoti apo jo, Luca i mrapsht, më meti dora në alqire, kuptoti? Po, në fakt, kjo edhe çështja e të Boris se shpesh ne na pyesin. Po ta kalzoj edhe ky një ngjarje vetë, ky nuk ka si ngjarje për me na kalzoj ky moderni. Po unë nuk kam ftuar sot si mysafir. Dashurohet më shumë tani në Tiranë? Dashurojnë më shumë. Shiko, nuk është asociore, cilësore. Po, ka një dallim. Le ta tham që se në fundit këta i kanë gjitha kushtet të rinj, edhe liria është patjetër për t'u shoqëruar, edhe ajo çështja e seksit nuk është më tabu. Meqense në kohën tonë ishte tabu dhe ne mendonim aq shumë dhe ti të gjitha organet e tua, gjithë trupi yt, gjithë dëshirat e tua ishin aq të ngritura, po që ne nuk e shprehim, e shpesh mund të kalojë në orgazm edhe pa vetëm sa isha arritur që të takosh. Qa kreve, bre? Je madhe. O, zot, e kupton më blet. Po këte burrat kjo dallohet. Ndërsa te ne gratë nuk është se dallohet me të drejtën, ndërsa ke burrat është një gjë që dallohet. Kështu që në një farë mënyrë goca thonin, mirë, do me thënë, ja shpëtova, duke mendu gjithmonë atë pjesën, sepse dhe virgjëria ishte tabu, dhe unë kur kam dëgjuar që vajzat dhe arinin edhe qepeshin që kur shkojnë ke buri të ishin të virgjëra, me thënë të drejtën, jam çuditur, sepse kam mendu, dhe gjithmonë isha luftëtare asaj, një njeri të do, ai që do të marri, ti duhet t'jesh sinqert dhe të do. Vazhdon akoma qepja. Se vazhdon. Po. Sidomos gjatë muajve të verës që vinë emigrantët për parjet edhe për fejesat e tyre. Kështu që... Se di, unë e kam qyt vete gjithmonë luftëtare, që me atë djalë që kam dalë dhe mund, ose dhe me atë që u bë bashorti im, dhe gjithmonë kam thënë që unë jam kështu, kam tregu veten time si jam, se gjithmonë kam qenë me mendimin që unë do jetoj me këtë njeri, sepse dhe mendimi ka qenë që unë do mendoj gjithë jetën me këtë njeri, dhe pasaj se sot nuk është më. Sepse ne na thonin prindërit, dëgjoj, duhet të mendoni shumë gjatë, duhet mendoni mirë, se atë njeri do ta kesh gjithë jetën, siç kemi menduar që këtë divan do ta kesh gjithë jetën. Do me thënë, ktheheshe në një pronë, kthej gjithçka në një pronë. Ndërsa sot të rinjt nuk i thot dikush, tash flas për një mentalitet më të zhvilluar, që do i kesh ti gjithë jetën, dhe unë gjithmonë, këshilla që i kam dhënë vajzës time ka qenë kjo, që dua të lidhesh gjithmonë me njerëz që të vlejnë në jetën tënde dhe çdo lidhje ta qesh pasuri, jo të të shkatërrojë ajo lidhje. Kjo ka qenë për mua kryesorja, që e kam këshilluar gjithmonë vajzën time. 6 vjet pa partnerin, e ndje mungesën? Sigurisht që e ndje, sepse ishte një lidhje që kulmoi dhe u kthyem në luftar të dashurisë dhe luftëtar të jetës, thjesht në krah, të ndjesh që u puq ylli me të, do me thënë me gjërat përbashkëta dhe ne nëpërmjet të rrugës që ecëm bashkë, ne arritëm kulmin edhe me librin që ishte dashuria jonë, po pasaj Latifi kishte një gjë tjetër se ishte shqiptar jashtë kufirit, edhe i Maqedonisë, edhe kur ai arriti para disa viteve, 10-15 vjetësh arriti dhe pranoi si dashuri dhe tha nuk ka gjë më të mrekullueshme se një burr të bie në dashuri dhe aq më tepër me një shqiptare jashtë kufirit, sepse kjo ishte gjëja më e bukur se ne duma dhe unë tokën tonë, pa edhe me një shqiptare jashtë kufirit, meqense kishte jetuar dhe jashtë dhe kishte kryer lidhje me të huaja, po nëse ne shqiptarët e Shqipërisë, u lidha me të huaja, e quajmë si diçka shiko çka kemi bërë, ata e kishin të kundërtën. Një dhe thoshte, era parë që kam një shok, dhe mua kur më pyesin cili është sekreti i një lidhje dashurie, bëuni shok them, po u bët shok.
pavarësisht se të shkoni në shtrat si të shok, po u bët shok me të dashurin është gjëja më e mrekullueshme në jetë. Mos më bëj vetëm koketën, se ne mendojmë që vetëm tantella dhe të qenit koket e mban një burr të dashuruar, një burr të dashuruar mban të qenit shok, po jo shok siç ka qenë koha në kohën e verit, por shok në kuptimin më të thellë të fjalës që ti ai të thot, hajde ulemi këtu me një gotë vere përpara, po ulëm, i them usajrësh, një kesha vetë ore hidhi një gotë verë, mos e pi, më vëje në gojë, për çat keq e ka ulëm, jo, po unë s'pi, jo, po unë shoh sport, po ulëm o ke divani, një fjali vetë, o ju femnat e soqme, e këtoni se Rita ka qenë e bukur, është e bukur dhe do t'jetë gjithë jetën e bukur, sepse është vetvetja, është e vërtet, është e sinqert, do jetën, do të bukurën, po e vërtet. Dhe ajo plotson dashnin. Pra ne kjo zonjë është e bukur. Shikojni këtë gjona se metet du bot dashni këtu. Më fal. Dhe dua të them që njeriu nuk dashurohet vetëm një herë në jetë. Çdo lidhje ka të vetat. Ne krijojmë një standard në kokën tonë dhe themi, kështu do jetë ky që dua unë. Dhe kur bjen dashuri me një tjetër që s'është hiç si ajo skema që kemi bërë në kokën tonë, kur ti bje në dashuri, ti pasaj friksohesh thua pse më ky qen ka ai? Po normalisht kimia ka vepruar. Dhe ato e humbin, dhe prandaj humbin dhe thonë gjithmonë, jo po ne zgjetëm, jo po nuk ka, po si s'kam. Jo po burra shqiptar nuk vlejnë, po si mos vlej kam burra shqiptar. Në rinin tuaj keni qenë të dy rebel për kohën, apo jo? Dikush te Myslimshyri, një tjetër te Rrugë e Kavajës. Tani që u bët prindër, a i pranoni fëmijë rebel si që pranuan prindrit tuaj në kohën? Unë po njërë, sepse asnjëherë nuk e kam kuptu Bledi që liria ime që e ka vetëm e imja dhe nuk duhet jetë e dikujt tjetri. Dhe liria në fundit është rrezik i madh kur ja jep njerëzve të dashur. Kur ja jep lirin njerëzve të dashur, siç është fëmia, siç është gruaja, ose e kundërta, kur ja jep bashortit tënd, se unë po flas në raporte të tjera, po kur e jep këtë lloj lirie është shumë e rrezikshme, por ama kur e fiton nuk ka gjë më të mrekullueshme. Dhe prandaj lidhjet afatgjata zgjasin dhe dashuria zgjat vetëm me këtë respektim. Je më tepër një nën posesive apo një partnere posesive? Posesive që ja kam shpifur vajzës time ka lidhje vetëm me punën, se i kam thënë nuk ka gjë më të mrekullueshme dhe të shijon edhe dashuria dhe seksi dhe udhëtimet, gjitha shijohen nëse je një njeri i vlefshëm. Dhe je një njeri që ndjehesh ti, jo, s'ka nevojë të jesh i suksesshëm i madh, s'ka nevojë fare. Të prodhosh me trurin tënd, të punoj truri. Dhe për shembull, unë kam pas nejt te libri shkollor, punoja deri në mes natës, megjithëse ishte shtëpi votuese shtetërore, dhe rija deri vonë, dhe të gjithë filluan të bëhen xheloz sepse unë doja ta bëja librin më mirë, ashtu si duhej. Dhe më ka ardhur drejtoresha e librit shkollor dhe më ka thënë, i tha Rojës mos e lejo Ritën, duhet dali një lloj si të tjerët që të mos vazhdoja të punoja, ndërsa unë nuk e di, kisha një ëndër të jashtëzakonshme që t'i bëje dhe kam ikur nga puna vetëm sepse në 97-ën u kthye prap. Kishim atë lirin që folëm bashkë. Në 90-ën patëm një liri, u bë një hapje, gjithë njerëzit donin e pranonin të renë dhe zhvillimin shumë. Dhe pastaj, pas 97-ës, 98-ën, një kthim. Po dhe sot që ka njerëz që çmenden, vetëm përmendësh fjalën seks, çmenden, ju ikën truri, kur gjithkohon vetëm aty shumica e njerëzve e kanë mendje. Unë vetëm do të plotësoja gjë. Si nuk e kuptojnë njerëzit që kush punon më tepër del nga puna më çlodhur. Po patjetër që çlodhur. Unë dalin të lodhur se rin 2 orë. Unë punoj ndonjëherë deri në orën, edhe i kam zyrën aty në qendër. Dhe kur dalim, do dalim, do pim një birë, do pim një gotë verë, po më Rita me vërtet nuk do t'i kërshpi, jo më hajde, sepse jam e gëzuar që kam punuar edhe po dal. Kështu që vetëm këtu jam posesive si mama. Në gjërat e liris, ose për ato që më ka tregu vajza dhe më ka tregu dhe gjëra për shumë kur ka qenë në Berlin, se ka qenë të reja me mikeshat e veta, që truri një prindi edhe nuk i kapte dot, paktën brezi jonë. Po kam thonë, unë e kam edukuar dhe ajo e di vetë se qa bën, edhe thash, sepse liria është shumë e rrezikshme, kur e jep më shumë se sa duhet, dhe normal nuk më ka zhgënjur, por është edhe një gjë që ti, kur kalon adoleshencën fëmia, ti mendon që shpëtova. Kaluan. Po jo më se
ka momente kur edhe në këtë moshë, në moshën më të madhe të kthehet prapë në adoleshencë, ti vetë ndonjëherë bëhesh adoleshencë dhe kur e pyetën një herë vajzën time që në lidhje me mua, unë e kam shumë të lodhshme kur unë bëj rolin e mamas, se shoqëroj mami dhe mami bëhet sikur unë kthehem në vajzë, kthehem në adoleshente, kështu që kur rriten fëmijët është një mrekulli. Po që prap kur je individ them prap, me apo pa fëmijë, sepse ka dhe shumë njerëz që nuk kanë fëmijë, mendoj që bëj një herë jetën tënde. Sepse shpesh kur më thonë që po pse vajza nuk bën këtë, nuk bën këtë, nuk bën këtë. Ora është një individ tjetër, është një person tjetër. Ajo edhe mund të më zgënjej mua, po prapë është person tjetër. Ato që i japin kënaqësia asaj mund mos më japin fare. Ama unë nuk do heq dorë nga kënaqësitë e mia sepse vajza ime do të bëj diçka tjetër që unë e dua. Rita, na ka ngel ora ne atëherë dhe na duken më të bukura këto marrëdhënie se sa sot? Apo vërtet është që kanë qenë shumë herë më të ndjera, më të bukura se sa sot? Shiko, nuk e di pse s'kam qef gjë që ta fus veten te njerëzit që thonë dëgjoj gjërat më të bukura ishin dje dhe sot nuk janë, sepse kjo tregon një çik sikur po plakemi. Dhe s'du të dukem fare sikur po plakem, me thënë drejtën, edhe atë në kohën tonë, po se nuk e përdor fare. Edhe kam vënë re që dhe kur flas me të mi që më thrasin për librat, takime librash, nuk e përmend edhe sa më vjen në gojë në kohën tonë e heqtem. Jo, sepse ne po jetojmë shumë bukur dhe në këtë kohë, edhe kjo është koha jonë. Edhe kjo. Kjo që jemi duke jetuar tani është koha jonë. Ka bërë pyetje tjetër. Qa nëllë me brezin tonë që në atë kohë, ne kemi pas ëndra pa fund dhe kemi luftu shumë fort për ato ëndra. Po prandaj jemi sot këtu. Më fal. Dhe unë personalisht po ta them, për ato ëndra që unë luftova, u shgënjeva se u bë buka primare. Dhe u shqeva ëndra tjera. Po, dhe te ëndrat e tjera që kam ushqy, kam vrapu, jam zhgënjy nga 7-8 vjet, më kanë lutë gjithë aktivitetet se s'm kanë kuptuar të vërtetën time. E kuptoj. Dhe jam në kulmin e punëve. A thot do të zhgënjemi edhe nga ky sistem? Shiko, po s'u morëm shumë me sistemin, edhe me gjithë të këqijat që na rrotullojnë, dalin edhe mund dalin. Na dalin përpara. Se kujton, na dalin nga gjitha anët. Të dalin para, mbrapa anash. Faleminderit madhit Zot që është një qytetar që mu më kupton, më mirë kupton dhe më ka pranu kështu. Ajo është me bërë, edhe unë ashtu them gjithmonë. Sepse kudo që i shkojnë në për vende tjera, barierë. Pa jenë thonë edhe u si qmet, si është puna. Se është kjo ngurësia e trurit, pra, është ngurësia e trurit, po kjo s'do të thotë që neve nuk do jetojmë kohën tonë, dhe shiko, unë kam një varg aty që ma kanë vlerësuar shumë njerëzit, që vdekja ishte më e shpejt se tranzicioni ynë nga dalë. E kam të poema e mungesës. Dhe ma kanë vlerësuar shumë, pse? Unë e di ku e ndjeva, ne kishim shumë ëndra, edhe në sistemin arsimor dhe në shumë gjëra, që, pse bëjmë 3 hapa para dhe pasaj kthehemi mbrapa. Dhe gjithmonë ndëronim që ja tani do bëjmë këto konkurse, do fitojmë këtë, do takojmë mësues të cilët do na flasin, jo po kjo letërsia, si e mendoni ju, ky autor është i tillë, ky libër si t'ia shpjegoj fëmijës. Gjë që për shumë sot shumë rrallë mund t'i gjesh gjëra të tilla. Dhe i diskutonim me Latifi, madje shpesh më thoshte dëgjoj, Rita, mendoje që nuk je më në punë shtetit se kur filluam biznesin, unë jam 5-6 vjet, unë mendoja për punën e shtetit. Jo po s'po i bëjnë mirë programet, jo po se kjo gjë bëhet më mirë kështu. Vazhdoja inercinu. Ngarkume. Sa më tha një ditë më ulja, ka mundësi të mendojmë për biznesin tonë dhe jo se çfarë po bën shteti, nuk e kemi në dorë ne. Dhe është shumë e vërtetë. Nuk e kemi, po nuk e kemi në dorë. Se kemi në dorë, po do të luftojmë. Politikën nuk e kemi në dorë. Po duhet influencojmë. Shiko, do influencojmë. Po patjetër me punë, se ti mendon se shumë gjëra dhe zhvillime që po bëhen më shumë po bëhen nga biznesi, sesa po bëhet nga politika. Jo, ma ta pengojnë. Më shumë. Ma ta pengojnë. Por unë them edhe një gjë tjetër që më pëlqen ke vetja, që ne pa drejtësinë, edhe këtë e kam shkruar, nuk e shmangim dot dhe nuk është turp ta durojmë. Se nuk e shmang, si dhe fatin e të gjendurit një çast
në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar. Por mund të shmangim drejtimin e gabuar kur gjejmë shtegun që të çon ke dashuria. Ne e kemi gjetë. Ne kemi gjetë dashurinë te puna që bën. Kemi gjetë njerëzit që duan. Kemi gjetë të gjithë njerëzit që japin dhe marrin. Tani dori unë të mendoj se çfarë po bën politika. Një fjali do ta them. Jam shumë dakord se ne humbim mas punës dhe i kalojmë këta. Por ndjeja jonë, shpirti jonë, subkonscienca jonë, dhunaj shumë. Sa tjerët nuk e kuptojnë. Patjetër vë. Rregull, këtë nuk e kemi dorë. Ne tani do të lutojmë. Këtë se kemi dorë, ne kemi dorë që të punojmë për të haru këta qenë. Por në subkonsciencë do ne vujmë. Unë e shoh te sytë tu. Unë e shoh. Po si duket unë që e kam më e fortë edhe se ty. Vërtet, edhe unë kam vujt shumë, edhe sot, sepse unë jam vet tani, pavarësisht se është e ngritur kompania jonë e botimeve dhe me librin fitohet edhe shumë pak, po nuk ka rëndësi, por gjithmonë them, e kaloj, edhe kjo do kaloj, edhe kjo do kaloj. Unë të bëj çka kam unë në dorë, ne nuk, apo jo Bledi, ne kemi në dorë atë çka mund të bëjmë ne më mirë, sepse shajmë ndonjëherë politikën dhe vetë i bëjmë punët keq e më keq. Shajmë janë diktatorë ata që na udhëheqin dhe janë disa që shajnë që janë më diktatorë se vetë një diktator aty në krye te ne. Dhe ky është problemi, ç'a bëjmë ne vetë. Ç'a bëjmë ne vetë? Dhe nuk është shprehje moraliste, unë e kam sistem dhe mënyrë të jetuari këtë lloj. Po unë vetë ç'a bëj. Kur na kanë tjerë në dorë, na kanë. Rita që provokon me poezi, me vargje dhe kur ke ritën përballë, e dëgjon, paqësore, konstruktive, kemi dy Rita brenda një trupi. Jo, unë nuk kam dy personalitete, dy mendime. Por arti është stil, provokimi im, ekstremi im. Ka gjetë mënyrën për shkarku, si që kam gjetur mënyrën për shkarku. Këtu e ka gjetë mënyrën me shkarku poezi. Kërmoj brenda vetes, se brenda vetes njeriu zbulon gjithë perversitetet e kësaj bote. Nuk ka nevojë të zbulojë te një kriminal. Brenda vetes, pëlqeu vërtet. Je madhe shumë. Grumbëllon brenda vetes dhe të lindi instikti punës. Të lindi instikti që njeriu që do më shumë ta godasësh. Mu më kishte mungu kjo bisedë. Ai i mungon Ritës këtë lloj bisede. Jo, knaqa. Jo, ke sot. Po ata kanë mungu këto lloj bisede. Po sigurisht, po ju më frymëzon shumë. Më frymëzon shumë. Rruga e Kavajës. Po jemi një brez që e kemi pas këmbën edhe këtej. Dhe i kemi provu të dyja. Si arroja që i punë në këmbëve, mos e keq kupton. Këmbën është domethënë shpirti, menja, frymëzimi. Po le ta keq kupton, më ka më bukur se të keq kuptohet. Mos si duan e ta marrin. Shiko, pa këmbë të hapura, pa lëvizjen e këmbëve, quhet metafizike, quhet lëvizjen si të dush. Nuk ecet përpara, po nuk ecet tash përpara, kështu që le ta marrin si të hapura, nuk ecet përpara. Ky do jetë titulli i podcastit. Tash ti, ne mua filluan pastaj duke thënë, pasi pan. Ose se malli. Ne do dashurohem prapë si dikur, po kam mos na ligjon ai na shefe na merr për ters. Se unë sot kush që ka këy? Po ai që është fut tek shpirti jot. Aman keqe. Po të vinte prap këtu. Unë kom edhe nuse spektatore, po më shef, nuk di çfarë do më thotë më radhë. Shiko, unë nuk vuaj fare, unë jam e hapur nga dashuria dhe nuk vuaj fare, dhe unë s'kam pas asnjë pendes, se ndonjëherë kur na humbin njerëzit e dashur kemi dhe pendesa. Se fola kështu pse bëra kështu. Mu rikthy emocioni aty në viteve. Po duhet ndrosh flokët i bosh prap kaçurela. Ti bëj kaçurela. Boni prap kaçurela se mu rikthy. Sa të bukur janë shqiptarët. Po prita mbaroj mirë këtë që tham. Shiko, kur unë bëra librin Vrima dhe fillova të dalë më shumë të më ftonin në televizor, tha, po kjo që ka grua serioze. Qa kuptimi ka kjo shpeja gruaja serioze? Po sa kemi qesh me kjo historia. Po, qa të me të kjo? Shoqalenka. Unë me të drejtën kam mënyrën time, asë njerës kam qenë ekstravagante në jetën e zakonshme, në sjellje, në veshje, e kam stil. Është stil dhe më vjen shumë natyrshëm dhe thash, duke grumbullu brenda vetes, zbuloj disa instikte që dikush i ka më zhvilluara dhe ai është kriminal. Po ama edhe ata që kanë vrarë nëpër luftra që vrasin miliona njerëz, janë shumë më të këqij se sa një kriminal që vret një apo dy veta. Dhe kriminalet më të mëdhenj të botës janë ata që na udhëheqin burrat
E kam shkruajt dhe këtë burrat me kostume zeza dhe me gravatat e tyre Po, dhe lara. që vrasi shpirtin. Ata na e sjellin në një farë mënyre. Siç ka pas lider të vërtet që kanë sjell zhvillime, ashtu ka dhe ata ku janë të gjitha instinktet dhe është dhe një gjë. Pikërisht aty te rruga Kavajës, kur kam qenë një herë duke ecur, dhe ndodhi që se s'ka nevojë të jetosh në fshat, ishin dy qenër dhe duke kryer aktin seksual. Dhe unë këtë pasaj e bëra poezi. Dhe si ka gjëja më e tmeshme këtë e bëjnë dhe njerëzit, t'i gjuash dy vetave që bëjnë një akt i cili është shumë ynor, është akti seksual. Dhe po si e kam mbyllur që këta ishin diktatorët e vegjël që do të bëheshin diktatorët e ardhshëm. Janë këta njerëz me gjithë ato perversitetet, me gjithë ato ndrydhjet që kanë pasur brenda vetes, të cilët tani thonë ne tani erdhëm në pushtet dhe do kemi para, do kemi gra, do kemi seks, do i kemi të gjitha. Qarë krahasimi, qarë teme jashtëzakonshme. Imagjino qend që janë kafsha më besnike kur bëjnë aktin blet që ta dish. Ne i gjym gjithë me gur. Nuk shkputen dot. Ka shumë dashurohen. Dhe në poezinë time është shumë e dhimbshme sepse në poezinë time është shumë e dhimbshme sepse duke i gjuajtur me gur, mashkulli dha bushtra dha frymë para dhe ndërsa mashkulli vazhdonte t'u rezistonte këtyre diktatorëve të vegjël që nesër do të bëhen diktatorë të ardhshëm. Sa të bukur janë shqiptarët, kështu dua ta formuloj këtë pyetje. Edhe dua përgjigje nga të dy. Mendoj që do t'jenë edhe më të bukur në qoftë se e heqin atë vrashtësinë e fytyrës, fytyra gjithmonë të ankuara, fytyra gjithmonë të mërzitura, fytyra të cilat nuk tregojnë një lloj mirëqenjeje shpirtërore, sepse unë mirëqenjen mendore, se unë mirëqenjen nuk e lidh aq me pasurinë dhe me parat, por ka shumë njerëz të cilët me aq pak po janë të qeshur, janë të fisëm, janë të edukuar, din si cilën. Po, dhe siç ke dhe fytyrat vrashta që janë njerëz me shumë para dhe janë gjithkohon fytyra të vrashta. Dhe normal dhe t'jenë edhe më pak hipokrit, se s'mund të them, s'po them që po më pak hipokrit se sa janë. Po. Sa të bukur janë shqiptarët gjë. Duke mos jeka si presje për mu, shqiptarët janë të bukur kur punojnë dhe kur marrin satisfaksionin e punës. Dhe për mu Shqipëria do të bëhet e bukur kur të kthehen të gjithë ata që janë në Europë që kanë marrë edukatën e punës, sepse ata janë pjesa më e bukur e Shqipërisë se punojnë. Dhe në momentin që do kthehen, dhe ata do kthehen, sepse Europa po ikën drejtim paditur, dhe ne po ecim përpara se kemi vende ku të investojmë. Shqipëria do të bëhet shumë e bukur, sepse këta njerëz do të japin bukuri. Pra mos haro blet. Pra ju të dy jeni njerëz të punës, jeni të bukur. Po pra ne jemi bukur. Dhe un kam një tezë timen që puna dhe e vërteta që del nga puna. Ajo na zbukuron ne. Puna dhe e vërteta që del nga rreshtat e saj, mas pune nga shpirti i saj. Dhe krijimet që dalin nga puna ime. Ajo na zbukuron, kush na zbukuron? E vërtet. Atë malli për Moza Ahmetin. Sigurisht se tani shkojnë për aktivitete, se kohët e fundit i kemi bërë bashkë gjithë aktivitetet e librit. Edhe her pas here, kalonte 2 javë, thonim na mori malli, do takohemi me njëra tjetrën, edhe normal që më ka marrë malli. Dhe nuk është se nuk kam ndonjë ndjekje të madhe, janë formate të cilat duan kohën e vet, nervat e veta, nuk e fuz veten te një person që i ndjek formate të tilla, po që normal, po të prekësh celularin me dorë, ose e keqja më e madhe është se ti e prek celularin, se shumë punë tani kam filluar bëj dhe nëpërmjet celularit. Online. Kur nuk jam e ulur në zyrë, edhe normal që të shkëputet mendja nga puna i gjithçka dhe e ndjek, patjetër, sa më del do ta ndjek se s'bën. Tash për të plotësuar këtë, unë do të bëj pyetje. Se edhe unë këto reelsat ka herë i kaloj dhe shoh Mozën, edhe i qesh me lot të shkria. Dhe ka punë shumë popularitet. Dhe mu më gëzon ky fakt. Sepse Moza është vetvetja. Nuk shtiret.
Moza nuk rren. Moza i thot shëmtut, gjithë botat i thot është e bukur, ti e din kush është Moza. Ç'është shëmtuar, ç'është kjo? Pra Moza është vetvetja. Mos po bën Moza një revolucion të madh. Po, se janë lodhur. Tek rinia se njerëzit u rrejnë. Po janë lodhur. Janë lodhur me rrejna. Hipokrizia. Dhe më në fund, Moza po i bën një shërbim të madh vendit tonë, që po e kthejmë tek e vërteta. E vërteta e një, po, edhe unë kështu mendoj, e vërteta e një që si duket e kanë dëshiruar, e kanë dashur, mënyra se si e thot patjetër, edhe mënyra se si e thot Moza, sepse e një dhe më pëlqen edhe një gjë, kjo është serioze që do them, po Moza ktheu syt e të gjithëve duke thënë sa e rëndësishme është të jesh i lexuar, sa e rëndësishme është që t'jesh i ditur, dhe të gjitha unë lexoj komentet, dhe të gjitha komentet kanë lidhje jashtë do me thënë t'jesh i lexuar, do me thënë t'jesh i ditur, do me thënë edhe si kur thot diçka që shumë veta mund mos jenë dakord, dhe vetëm se është i ditur pranohet, është e ditur dhe pranohet. Pastaj unë ri dhe mendoj, a kam parë unë te Moza diçka që Moza nuk e ka bërë jashtë, kështu e bëj krahasimin, dhe është duke bërë atje. S'jam çuditur me asgjë. Asgjë. Nuk jam çuditur. Të njëjtën të njëjtën ironi, të njëjtën analizë, të njëjtën gjë, ose ti thua rregullat, që prish rregullat, nuk çuditen fare. Ne jemi në një aktivitet poetik, unë i them Moza dëgjoj, të lutem, kaq i kemi të gjithë minutat. Dhe Moza thot mirë. Dhe del atje, dhe merr 15 minutshin, 20 minutshin nga 4-5 minuta. Dhe më e bukur është dhe mbasi e bën të gjë, dhe gjithë duar trokasin, tashi unë jam me sa njerëz rreth e qark që thot mori minutat e mia, po dhe ata, sa është e fort Moza. Do me thonë, duhet kesh një cilësi të jashtëzakonshme që ty të pranojnë. Apo ti tu recitoj një poezi, Moza del dhe thonë, përpara të gjithëve dëgjoj, është festival poetik, po unë do këndoj një këngë. Kështu që është... Rita, si gazetar, po ta them që Moza e shkundi spektaklin shqiptar, largoi dhunën verbale. Shkuni tash na shkon menja me një vend tjetër e shkuni. Çfarë shkuni? Ti ishte mashkull, po, është femër. Nga dhuna verbale dhe dhuna fizike, sepse spektaklet në Shqipëri ishin të mbushur me dhunë verbale, dhe Moza riktheu ironin, librin, leximin. Ktheu nivelin Allah, ktheu nivelin, ktheu modelin. Se çfarë modeli duhet shofi rinia, se ku duhet përqendrohen te dia. Kjo është historia. Ca sekrete që si dim për Mozën. Moza është nën, po është edhe gjyshe, po ja. Po, është gjyshe dhe shumë e lumtur si gjyshe, po që ja këtu më gatrove, njëherë po njëherë. Po, Moza është poete, por është edhe... Se, më falë, se Mozën me Mozën nuk është se flasim shumë për gjëra familjare, me të drejtën, po. Moza është... është poete, por është edhe... këngëtar edhe tjetër pikturor, i ka pikturat më të ndryshme. Bile Moza ka pasur kapur edhe ekspozita, po jo, poezi ka bërë. A ka bërë ndonjëherë modeling Moza se shoh linjët e saj, këmbët e holla, elegante? Po jo më i kanë nga natyra. Është malsore, është malsore. Malsore më shkrutane. Tipare, po pse kruja më i burit është. Shiko, dhe në tipare, dhe në anën fizike, Moza ka diçka që është artiste i lindur, ka një njeri artist i lindur. Ekzibicioniste, i shkon çdo gjë. Çfarë do që të veshit, e një fustan kot që dikujt do t'i rinte mirë, asaj do t'i ri mirë. Çdo gjë, çdo sjellje, çdo delir që e ka brenda vetes. I shkon. Do pranoj që se do të ftonin të shkoje... Sa vetëm kanë shkruajtur që kur bëra atë postimin me Mozën, sikur t'ishit ju aty brenda. Po nuk e bëj dot unë atë që bën Moza, asnjëherë jemi... Unë jam vetvetja këtu ku jam. Edhe këtu përballë tavolinës tua jam vetvetja. S'mundet të dal jashtë. Çfarë do ndodh me librin pas 10 vjetësh? Librin fizik apo librin... Mendoj, pas 10 vjetësh do vazhdoj, letra se shonë për panajire, libri, shoh kudo që jam, që është shumë e zhvilluar industria e librit letër. Fakti që edhe në vende të tjera të zhvilluara, përveç
tekstit digjital, që ata filluan të përdorin vetëm tableta, u kthye përsëri. Edhe libri fizik, se u keq kuptua ajo. Do thotë që do vazhdojnë. Janë 3 pyetje flesh të shkurtra. Boja se ndodh me dashurinë mbas 10 vjetësh. Shko, mund të përgjigjen të dy, dua përgjigjen. Jo, në rregull. Se jeni një gjenerat i matur. Matura çfarë ndodh me dashurinë mbas 10 vjetësh? Mundet gjithë kjo lodhje që po ndodh, gjithë kjo vetmi, gjithë kjo mungesë, gjithë kjo liri që kërkojnë të rinj sot, mundet të duan edhe të kthehen tek një dashuri më toksore, mund të rikthehet prapa ajo pjesa e familjes tradicionale. E kam dëgjuar nga brezi i vajzës time dhe jam çuditur, jo se ne jemi lodhur me gjithë këtë që po ndodh tani. Ktheu drejt anës. Kështu e mendoj, unë nuk e di, çfarë mendimi ke ti gjë? Apo do prishet çdo gjë tjetër? Çfarë ndodh me silikonin mbas 10 vjetëve? Shiko, unë nuk gjykoj asnjëri që bën diçka që unë vetë nuk e bëj. Sepse nuk jam trimëresh në këtë pikë dhe gjithmonë ka pas frikën mos humb fytyrën time dhe është si duket, është shumë e brëndshme, por e vetmja gjë që gjykoj, jo rrudhat, por pjesën e buzës. Të ka dhënë Zoti, djeshmëria më e madhe është këtu. Ne themi, jo zemra, jo truri, gjithë këtu. T'ja heqësh kënaqësinë e puthjes vetes, më duket një krim i vërtetë. Je madhe. Krim njerëzor. Tash ta bëj edhe unë. Le të heqë rrudhat, le të gjallë më treja, le të bëj çfarë duan. Po, sa e madhe je. Pyetja ime fundit. Është djeshmëri. Tu është Eliza. Çfarë do ndodhi? Apo jo. Shija jetës. Çfarë do ndodhi në Shqipëri mbas 10 vjetësh? Pyetja ime fundit, se pastaj vazhdon gjergji. Do jetë prap një tranzicion i gjatë dhe mund mos jem fare, si te vargu im, vdekja ishte më shpejt se një tranzicion i gjatë. Po e mbyll në mënyrë pesimiste, po s'kam çfarë të bëj. Ndërsa unë i kam thonë tash isha. Prapë do vdes e dashuruar, no? S'ka rëndësi se çfarë do ndodhi në Shqipëri. Përpara 2 orëve isha te xhamia Katunit, se e mora përsipër që ta bëj. Xhamin edhe i thash hoxhës, lutem, i thash çfarë do për me, më tha. I thash kur të vi vafti te veni. Si e mbyllëm te veni, të dy e mbyllim misoj. Po unë do bëj dhe i pyetje në fund. Te veni i thash kur të më fusish, më fut në kom, i thash. Si më tha mo? I thash në kom, i thash edhe aty, a keni thonë ju që kthehemi te jeta tjetër, po t'jem gati për punë, i thash. Plasi gazi. Gati për punë jetë e bukur. Tash një pyetje kam unë se kam një debat moll me këtë Bledin, unë e respektoj shumë. E du shumë sepse është një pjesë që mund plotson. Është i saktë, është shkruan bukur e ku ta di, unë ngërthas bukur. Tash kemi një debat fort me njëri tjetrin. Të lutem, mos u influenco nga asnjë vetëm du përgjigjen e saktë. Si artiste, si poete, si zonjë, si shpirt i bukur. Kush është më i ri nga ne të dy? Blendi apo unë? Shiko. Ma jep direkt baba, se më çmeni, kemi debat më. Vetë qevi. Kush është më i ri? Ky është më i ri. Po unë? Ti? Akoma më i ri. Ishte Nga adolescent. kënaqësi të kishim Rita Petro në podcastin tonë. Ju kujtojmë që do na ndiqni në kanalin e YouTube-it. Në kanalin e YouTube-it Gjergj Luca Rozafa. Subscribe. Faleminderit Rita. Faleminderit, mezi po pres gotën e verës dhe ta nga i peshku i veçantë që keni ruajtur për mua. Inshallah nuk i kërkon gjithë peshqit se për zotën jam i gatshëm të jap. Gjithë oqeanin. Faleminderit. Hajde. Edhe mos haroni, duhet të më bëni subscribe në kanalin tim YouTube Gjergj Luca Rozafa. Subscribe.